هدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Vllazni musliman shqiptar, kosovar, që jeni tash prej Kosovë, jeni të turnue në Shqipëri. Ore vllazni, sot dëna me fol disa fjalë për disa ajetet Kur'anit. Kur'ani është i ka 114 sura i thoj, dëmëzon që është një sure për i qytyne që janë 114, një e vogël, dëmëzon që e shkurt, së me thonë e vogël se fjalët e Zotit janë të mdhaja shumë, vetëm e shkurt, me 3 ajete, edhe vënda kishi e din i modhi edhe i vogli prej muslimanve. Teri avami, dhe më thonë që e falin namazin, din me knua që të farsuret vogël. Zoti Gjelle Gjelalu ka thonë në Kur'an, këtë sure shkurt që është, wal asri, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kja shumë është e shkurt, kja sure e vogël me 3 ajete, vetëm me kuptim është shumë e madhe të Zoti edhe të robi. Kuptimet mëdhaja kanë qëto disa fjalë që i ka shdrirë Zoti përmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë një farë i madh është imam, si i thonë imam Shafiia, se ftajnë disa 4 mezhebe si thonë imam Abu Hanifa, si thonë Hanefina, shqiptarët e tonë janë shumica Hanefin mezheb. Ka të një mësënej, imam Maliki, që ka kelli dyti, imam Malikin Medinet pejgamberit, u kanë i pari, u kanë ka ana e Irakit, që të ojmina, i dyti u kanë Medinet pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. I treti ka kënë Shafiia, i katërti imam Hanbelia. Ki imam Shafiia ka thonë për këtë suret vogël, لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. Dhe më thonë me kanë që populli i musliman, qka t'jenë, shqiptar e harapa qka t'jenë dhe t'jenë, më kanë mu kujtue e me shishue që të farsuret vogël që pëthumina shkurt që i ka me 3 ajete, më kanë me punu me ta, i darin ball. E s'ka nevoj për ma tepër. Për këtë, Zoti Gjelle Gjelalu ka ba be mës pari në Kur'an, se na si musliman nuk ban me ba be vetëm në Zotin Gjelle Gjelalu. Kur dëna me ba be, duhet me thonë përsha Zotin. Ama me thonë sukun na shqiptar që i thojmë i disa ka dije, pasha shpirtin e nones, pasha shpirtin e babes, pasha kryt e djalit, nuk van me fejton që na me ba be vetëm në Zotin Gjelle Gjelalu. Ama Zoti i ban që me ba be disa sene. E Zoti kur të ban be në disa sene, duhet me di që ajsen që ka ba be Zotin ta, është shumë i maznushëm për që ta ka ba be Zotin ta. E të Zoti ka ba be më të parë në fjallë në këtë Kur'an që jena tu lezu që tash edhe tu dhonë kuptimin e tine, ka thonë vel asri, që dhe më thonë vel asri, pasha kohës, se koha që jena turnunën ta, pasha ditën, pasha natën, ditën, natën, koha, për në vera, dimni, dhe më thonë,
Qëtu koha që jena turnu në tu, më të moti, si thëmi na, i ka 4 kohë, pranvera, dhera, e dhjeshta, dimni. Këto i thonë një më të motë që i kalan do më thonë. Tash në këtë farë kohë që jena dhe në mërnue, një më të motë, një ditë, një muj, një kohë të gatë, sa t'jenë më kanë, kja është krejt kohë. Në qëtë kohë bëhen punet. Do më thonë insani namazin në qëtë kohë e falë. Zekatin qëtë farë kohë e që ja turnue e banë. Ninimin e Ramazanit në qëtë farë kohë e banë. Më dashë më shkua në haqë në qëtë farë kohë e ka me ba. Na kene mërnu në qëtë farë kohë. Asue pak e shumë, Zotje e din, vetëm ditën, natën, duhet mu kujtu e me punu, si ka thonë Zoti Gjelle Gjelalu edhe si na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na jena sholet e Zotit. Zoti na ka krejue. Dhe të mpërsha në ka kriju Zoti për më na përvue. Në këtë kohë, na krek jena në provë që mëra inson, që Zoti ta ka dhonë shpirtin. Zoti ti ka dhonë me të mu kuptue. Zoti ti ka dhonë syt me shique. Zoti ti ka dhonë vesht me nijue. Zoti ti ka dhonë kam të burt për me punue. Zoti ti ka dhonë, do më thonë, grue, me flajt me ta e me mërnu me ta. Ka dhonë thmi, ka dhonë me hangër, ka dhonë me pi, ka dhonë shpi, tër li fartë mire, je turnu mëra inson tim ta. E këto të mirët e Zotit nuk duhet mi harrue, duhet gjithmonë mi përmen, edhe mi adit Zotit shvishrin për këto punë të mira që ne i ka dhonë. Insanin kohë që ja ka dit shvishrin Zotit, me qëto punë që i ka, Zotit ka mi dhonë edhe ma tepër. Kohë që nuk ja din shvishrin Zotit, Zotit ka mi jahu për atë që ja ka dhonë. Se nuk veja din kimetin, nuk ja din dhe ma thonë që i shyshin e Zotit për qëto punë. Tash Zotit Gjelle Gjelalu, kur ka dhonë be në Koran, në qëtë kohë që jena turnu e na, ditën, natën, në tërë, në dritë, edhe kur t'je shiri, je plak, dhe më thonë, ti gjithmonë sa ti e shgjarë ki më punue, se insani, pse Zoti ja ka dhonë shpirtin dhe ka dhonë me të më kuptue për me punue. Sa të jemi gjallë, kemi më punue. Zoti ka dhonë Gjelle Gjelalu në Koran, wa abud rabbaka hatta jatia kër jakin. Dhe më thonë ti, keme kanë qole e Zotit. Sa të jesh gjallë, te terit vjen deka. Në sa të jeni gjallë, në kohë që jena, dhe më thonë tash në pranverë, jasën verë, jasën vjesht, jasën dimën, jasë ditën, jasë natën, në këtë qëtë kohë duhet mu mënu e me punue. Me punu disa punë që i Zoti i dënë, qka ka punë të kja, mu largue mësë mi punue. Për që ta Zoti Gjelle Gjelalu ka babej, në këtë sure ka thonë wal asri, pasha kohën që ja u kam thonë, pasha ditën, pasha natën, mëre njerëz, si jeni të furnun këtë fatë dënja, insani, kur të mënohet me punue, kanë me kanë krejt sholet e Zotit, edhe rapt e Zotit, kanë me kanë në helash vetëm, ata që i kanë 4 punë, ai që i ka 4 punë në dënja, ki kanë me pështue, ai që nuk i ka me sharrue, tër që të Zotit i ka thonë, illa, që do më thonë illa, vetëm ata që i kanë bëm që tu 4 punë. Ma e para ka thonë, illa lezina amenu, që do më thonë, vetëm ata që i kanë besu e Zotit, i kanë besu e që i Zoti në ka kryu neve, Zoti i ka kryu e me lajket, Zoti i ka shue pejgambert, Zoti e ka ba dënja edhe për mas ahiret. Se ne dhe në dhëmë me punu këtu, sa të mujmi, kur dhe në mi marë punë të tuna, kur të desmi e të këthejmi edhe një heret të Zoti.
se sot ne jena gjallë, sa të jemi gjallë, duhet më munu e më funu, kur dirsmi ka kalu puna e jonë, kena më shku me punë të tona, atëherë, me se në test insani, se në tonë kena me dikë, s'ka kush me metin ftyrë toket, sa të jemi gjallë, duhet me punu sa të mujmi, kur depmi, ka maru puna, kena shku me punë të tona, të Zoti Gjelle Gjelalu. Për që ta nuk duhet me hub kohen, koha shumë ka të Zoti kimetit madhë. Për që ta Zoti ka pa bej në kohë, në Koran, se me këtë kohë, të në fund të mira bahen, edhe fund të këshia bahen, vetëm ai që i ban fund të këshia, ka sharu e ka u ba halas, ai që i ban fund të mira, ka vështu në dynja edhe të Zoti ka më këthyje me hinë gjennet, me gora të mira, që Zoti i ka përmen me Koran. Për që të me para pun hak, që temeli i muslimanit është si besimi. Besim me besu e Zotit, që do më thonë na, që të osene që jena të pa me s'ky, ditën e natën, dilin e vanën, shpijat, bagjet, ujin, qela, toka, dili, hana. Të osene që i shokim na, me si gjithmonë, kush i ka kryu Zoti, duhet me besu na që t'i dot, që i ka kryu, që të osene, Zoti edhe i ka kryu me lajket, na për folmi me goj, ka me lajket si në i shkrun të mirat edhe të këshijat. Njën ja i shkrun të mirat që është në kratë gjatë, tjetëri i shkrun të këshijat që janë kratë shmajt, nërmat. Për që ta duhet të lëzon me ditë që zdo fjallë, që det pegojer, kena mu vetë për ta, komëshin që kena forë mirë, edhe kena punu mirë, kena vështue, komëshin që e kemi besimin të Zotit mirë, i kena besu Zotit që aj në ka kryu neve, edhe aj do në me në marë shpirtin, edhe aj do në me në këthyje, do në me në këthyje, në ahiret, edhe ka me në vetë, për shda pun që e kena bata, kena ken gjallë, për që ta më në muslimën, duhet me para, fuqi, me para pun është që me pat muslimani temelin e fort, temeli i muslimanit është besimi, besimi është me madha, pun, të në pun të tjera, banë për mi besim, kur nuk ka besim hish, të në pun shkon për di hava, nuk shak gjapi i tyne, me besim është me puna, me besu e Zotit Gjelle Gjelalu, që na ka kryu e neve, Zotit që na i ka dhonë met, Zotit që na i ka dhonë syt, Zotit që na i ka dhonë veç, me një gjue, Zotit që na i ka dhonë fuqien, me punu me kame, me dur, me vesh, edhe me sy, edhe me men, edhe me tëna pun që na i ka dhonë, mu kujtu e dit e nat, edhe me funue, si thot Zoti dit e nat, mës mu mërzit, se ke dunjaja është sukur toka se dëm me mjell, në kofë që ke mjell në tokë, pun të mira, ki me kor edhe ti do pun të mira, në kofë që ke mjell kesh, ki me mjell edhe ki me kor pun të këshia. Pra, dunjaja është si bakshja, bashkë, qka të mjerëshën tonë, ki me kor, edhe dunjaja, qka të bashkën tonë, ki me korën ahiret të Zoti Gjelle Gjelalu. Besimi për Zotin që me di që aj në ka kryua edhe në i ka dhonë të në të mirat. Tash na duhet me ditë Zotit shëshër që do të mira që në i ka dhonë edhe kur të na lyp në i farkune me një gju fjallin e Zotit Gjelle Gjelalu. Për këtë besimin është me e pun, me e para pun, edhe temeli i krejt punve në dynja që jena turnu në të. Besim Zotit, besim që edhe Zotit ka shku pejgamber, për shka ka shku e pejgambert, i ka shku e mësusa, për me mësu e poplim, pejsa o gonë dynja, gjithmon ka pas pejgamber, qështë që Hadrati Ademi me pari, që e ka kryu e Zoti,
pej dheut, edhe e ka shti shpirtin, o ba insan, Zoti e ka kryu e gruën e tina, atëre pej nërmjet gruës dhe nërmjet burit, ka ardhë krejt ki popull që e shofina sot me synë këtë vardënjo. Pra, na nuk kena si më thonë ditë kiamet valla nuk di kur gjo. Jo, e din gjithçka se Zotit ka shue pe i ka mërë edhe na kanë mësue që ka më punue për me pështue. Edhe na kanë mësue çfarë punat këqija janë që i runë që i bëni se kini me sharrue. Pra na, kur që besojmë i Zotit, edhe i besojmë që i ka gjitha mahlukat që i ka ban Zoti me lajke, ata i shkruan të mirët edhe të këqijat, se me lajket e Zotit janë shumë, sukur tash ka me mije, me miliona të Zoti që i ka kryu e me lajke. Edhe pej ka mërt që i ka shu Zoti, për mi mësu e poplin, janë 124.000 pejgamber. E pyne pejgamberve, 124.000, 25 Zoti i ka përmen me emna në Koran. Ma i mrami pejgamber që e ka shu Zoti, që ti popëve që jena turnun të në me ta, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Tash kjo mësusi i krejt botës, duhet me një gjuhë e fjalin e tina, dhe me një gjuhë fjalin e Zotit e pejgamberit, ka me sharru. Dhe këtë ka thonë Zoti, wa man yuti illaha wa rasula, faqad faza fawzan azima. Dhe me të aj inson që e një gjën fjalin e Zotit edhe fjalin e pejgamberit, ka me fshtu fshtim shumë i mirë. Aj që nuk e një gjën fjalin e Zotit, as fjalin e pejgamberit, ka me sharrue, e ka Zoti e në rujti me shku në gjehnem mënami, se nuk e ka rëgjue fjalin e Zotit që e ka kryu, as fjalin e pejgamberit që Zoti e ka shu për me në mësue neve. Në tash muslimanin koft, që dënë në ti mu ardhën ditë kiamet, mu mledh me burat mirë, do t'i ka thanë, wa man yuti illaha wa rasul, fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alejhim, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dhe më thonë që aj musliman që e ka një gjuhë fjalin e Zotit edhe fjalin e pejgamberit, ka më ardhit kiamet me kanë me atë të mirë, me pejgamber që i ka shtu Zotit ka me kanë në gjennet, me burrat mirë shok të tyne ka me kanë, me që të shahit që kanë ba luft për i zatë Zotit e kanë dek, i ka da shpirti për i zatë Zotit, ka me kanë me ta në disë kiamet. Në atë ditë që atëherë ka me ik nana e baba, shok të kushit të akrabat, krejt kanë me ik e ki me med vetë, kur kush nuk shënran për ty në ditë kiamet, vetëm pun të tua që i ki ba. Për që ta ka thonë Zoti, mërë musliman, e para pun është për tyje që me besu e Zotit, me besu e me lajtë beshi ka kryu Zoti, pejgamberve që i ka shu pej Zoti Gjelle Gjelaluhu, me besu ditët kiametit, që na sot jena gjallë, vetëm kina në dek, aso se desmi, mësën e kina mu bon dhes, kina mu këthy, me kanë që i dëne me dek edhe mësë mu këthy, una kalaj, bën shtatë dush, vetëm mëse kina me dek, kina mu këthy edhe një herë, të Zoti, e ka me në vedë që ka kini bon, atëre duhet mu kujtuna, për qatë ditë që dhe në mu këthyje, aso më shfarë këtyre kena mu këthy, me këtyre të bardhë, për t'i bënë shpunt që ka thënë do t'je pejgamberi, me pëtyre të zetë, po që nuk e keni gjue, as fjalin e Zotit, as fjalin e pejgamberit. Për këtë ka thënë Zoti Gjelle Gjelalu, men amene billahi, wal jawmil akhiri, wa amila salihan, falahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alihim, wala hum jahdanu. Ajnë musliman që i ka besu Zotit, edhe ka besu që i ka më këthyt e Zoti, edhe ka punu pun të mira që mi gjetë të Zoti, kjo ka me pështue në ditën e kiametit. Ai që nuk i ka besu e Zotit,
as nuk i ka besue asaj dite që do të kthehet edhe një herë, që të Zoti për me vetë që ki bom, atërë ki ka me sharrue, ka me s'me pas kur farë kështimi Zoti në rrut. Për që da marë vlasni, në mësvari kena me besu Zotit, kena me besu pejgamberit, kena me besue ditët e kiametit që kena më këthyje, nuk jena vetëm që më arë, në këthyjena më capir për pak dit, për pak ko, jena në gjallë sot, kena me dep mas pak, mëse ne kena më këthyje, Zoti ka thonë në Koran, hua lezi i khalakakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Yani Zoti është që në ka kriju neve, edhe ka me në marë shpirtin, edhe ka me në këthyje, edhe një herë, edhe ka me në vetë, për punë shka kemi ba në këtë fatë dunja, shka kemi njëllë për me korë ditën e kiametit të Zoti Gjelle Gjelalu. Për që ta ka thonë Zoti Gjelle Gjelalu, illa lezina amenu wa amilu salihat. Yani vetëm kanë me fshtua, që talë që kanë besue dotit, edhe kanë punu punë të mira. Amilu salihat që le me thonë, e ka falë namazin, e ka dhanë zëqatin, e ka gjënu Ramazanin, e ka ba hajin kofë që Zoti ja ka ba barsh, e të në punë të mira i ka ba, e ka në gjuhë fjallin e nonës e babet, i ka ba mirë babes e nonës, i ka ba mirë kushive, i ka ba mirë krejt muslimanve, o mënua me të në punë të mira, se punë të mira janë shumë të Zoti Gjelle Gjelalu. Nuk ka vetëm që muslimani me falë namazin, e ka farz bët me falë, se ka mu vetë për të ndit kiamet, e ma kon nama dhe punë, e ma fort të shtyll e verë, është namazi. Me lanë namazin, atërë ka mu bazab të Zoti, pse? Se ti ka banë të në të mira, edhe nuk e keni gjue fjallin e Zotit, as të fije mërë insan. Për që da, mërë vlasnin, Zoti kur ka thonë ma amilu salihat, dhe më thonë edhe i kanë punu punët e mira. Punët e mira janë shumë, nuk janë vetëm punët e mira, ka që disa punë që janë nërmjet teje, nërmjet Zoti. Ka disa punë që janë nërmjet teje, nërmjet robi. Do e t'i banë të në të mira, me Zoti edhe me robin. A i inson që ka mërsu, do e t'i bas punët e mira, me Zotin edhe me robi e Zotit, atëherë ka me pështue për dënja edhe për ahiret. Për që ta Zoti kur ka babi në Kur'an, wal asri përshakohen, që ka me kanë insanin halat, vetëm atë që ka që to këtër punë. Me e para, besimin Zotin, e dita me punu punë të mira që Zoti i ka lyp prej neve. Punë të mira jonë, disa kanë lidhje dhe besim, disa kanë lidhje me, do më thonë në madhe dhe qatë të qo, disa kanë lidhje me punë që bënë në tani Allah shbërësh me halk, me shite, me bleje, me punue, me banë të li farpune, edhe me ahlak që të ka dhanë Zoti, me kanë me musliman në dynja me ahlak të mirë, kur ti ka muslimani, besimin e mirë, edhe punë të mira, si thunë në marrë dhe të tërgjon, edhe punët me popull i pa të mira, edhe ahlakin me njerëz i ka të mira, atëre që ka me mësue për dënja edhe për ahire. Për që të thosi kur ka thonë, inda lezina amenu, wa amilu salihat, dhe më thonë, i kanë besu Zotit, edhe pejgamberit, edhe i kanë ban punë të mira, që i ka lidh Zoti prej neve. Ja, dyta e treta ka thonë, wa tawasau bil haqqi. Që dhe më thonë, i kanë dhanë porosi shoshit që me folë drejten, e me punu me drejten, e minimu shoshit që me ba drejten, se insani duhet me kanë i drejt, të më thonë me kazbu drejten, të keshen, bre vla li, desh me kalzu drejten, duhet me ba punën e drejt me Zotin edhe me rubim. Ruju se e ban të keshen, kur t'jesh i drejt, e jenë të bunu si ka thonë Zoti, edhe na musliman jena të dhanë porosi shoshit, që me pol drejten, me punua drejten,
me ndihmu shoqit që me kanë e drejta në mbërpopull me tëna punët, kjo është një që ka me pështue edhe insanin për dynja edhe për ahiret. E katërta ka thonë Zoti, wa tawasau bis sabri, edhe i kanë dhënë porosi shoqi që me ban sabër. Që dhe më thonë, sabri i ka 3 pjesë. Me e parja pjesë, me ba sabër për që të punë që ti ka lyp Zoti. Zoti ka lyp prej njeve me besue, me pas besimin e fort, me punu punë të mira, me val namazin, ki me vandolam sa t'je gjallë teri der shpirti, me dhonë zëqatit për gjithë makmat, me e gjinu Ramazanin për gjithë vjetë, me mba haqin një herën mat, në kohë që ki mundësi edhe ki pastuni. Atërë këto punë, duhen sabër mi bon, për që da puna e mirë nuk vanët me kalajlak. Ka është dërë edhe është shumë duhet me ba sabër tjeri të mush me ba. Kja me e para. E dyta, sabër që mu largu prej këqijeve. Dhe më thonë, Zoti e ka ba haram me mytë një tonë. Nuk bën në vrap e mijadirës gjaki muslimani pa kur farfaji. Edhe duhet mu largu e pe rakije, se Zoti e ka ba haram se, Zoti nuk ka ba gja haram, vetëm që ka zarar, ka pun të këqija. Rakia ki huk mënd, e të bën budal, nuk din që ka e të ba, për që Zoti e ka ba haram. Ujin e ka ba Zoti halal, pse? E pin ujin e knashesh, zemrat knashet, shpirtit knashet. Kur të bish rakin, ose piven, që thojmë në këtë varkohel, do më thonë i ki hukmen për e kreje. Zoti që ka thonë met e kanë, do më thonë e kanë një kimetit të madhë, që insoni pa men me pas pasuni dunjan krek, s'mun të këthin mend me bare, pëse kanë shkue. Pra, nëse i kym i kije me të إنا